Bushat? Po ndoshta ka dalë edhe të them Bushat për arsyen e parë se njerëzit politik, njerëzit vërtet politik, sikur ai nuk i afron për në qeverisje. Ndoshta nuk është vetëm sfidë. Jo, Braçe ka qenë zëvendës kryeminist. E ka qenë. Problemi është këtu, që dakord ti mund të kesh një ambicie si politikan i vjetër e thua do kandidoj për Tiranë. Problemi është a kandidon dot edhe ka një vlerë lëvizja jote politike në qoftë se ti ke një parti pa rregulla loje. Pra, në qoftë se unë do doja ose do shifja që Braçe kishte ambicie për Tiranën, do doja që atje kur doli Rama, i mblodhi si kope ata, e i tha, nga sot tha ju keni, une Erion Velien do e shkarkojmë dhe nga sot keni Ogerta Manastirliun, Erion Braçe mund të ishte ngritur dhe thoshte, zoti kryetar, shoku kryetar, zoti kryeministër, kush e vendosi këtë? Me këtë e diskutuat që është kjo kandidate. Pra, nuk ka rëndësi fundi, akti politik që jam dhe unë kandidat, që një parti edhe ti të kesh mundësi të kandidosh, duhet që ajo parti të ketë rregulla loje. Dhe ky është themeli, kjo është gjeneza që një parti mund të normalizohet. A mund të normalizohet PS-ja nga Braçe, nga Spiropali, nga ku e di unë? Kur nuk e besoj? Do me thënë, ata janë të gjithë robër të zeqinejzimit tani. Pra, edhe në njëri që mund t'i shkoj mendja të thot në një fjalë më tepër, do e mbysi turma e zeqinizuar. Kështu që në këtë kuptim janë disa flak kashte që ndizen dhe do shuen shumë shpejt. Pra janë shpërthime spontane të ati që ben sot mbyllen nesër. Janë inate momentale, janë, për shembull, unë nuk e di se përpara i njiftim çdo detaj të Partisë Socialiste se që i një parti më e hapur, më me gare, tjerë e tjerë. Por Braçe njësoj si Spiropali në i kohë më të afërt ishte viktime Belinda Ballukut, qofse mbani mend. Belinda Balluku e hoqi nga Lushnja dhe hoqi nga lista i Qarkut Fierit, që Rama u detyrua ta spostoj me votat e veta. Ta spostoj në Tiranë. Në këtë kuptim, është një lëvizje se vërtet do Tiranën, apo thot erdhi koha e akmarrjes ndaj klanit Balluku, nuk e di dhe as nuk i hy. Sepse ne duhet ta shohim nga interesi publik dhe nga interesi publik këta njerëz janë edhe sikur të jenë idealisht të shkëlqyer, janë të paaftë dhe të pafuqishëm të lëvizin qoftë edhe incentim drejt demokratizimit Partinë Socialiste. Është një kufom që nuk mund të ringjallet më PS-ja njësoj si PD-ja. Është një kufom që nuk mund të ringjallet sot dy partit, pra sot Bushati nuk mund të quhen ende parti, më parti. Tani, a ka ndonjë shansë, po mirë Rama për shembull është njëri që e kthen gjën, mund ta kandidoj Braçen? Ka ndonjë shansë mendoni? Si për Tiranën? Që ti ketë shkuar Braçes në mend para Ramës që të kandidoj dhe Rama ta ndjeki pas? Nuk ndodh, kur. Never. Kur. Harroa. Kur, çfarë? Nuk ndodh kjo gjë. E ul kokën Skënderbeu, çfarë flet? Po, a ka mbështetje Braçe në bazën e PS-s? E tha në një farë mënyrë që ka marrë votat e veta, tha Lala. Ashtu mendoj, ndoshta gabim, po. A mund t'i prish punë PS-s nëse kandidon si i pavarur? Se në rastet kur del i pavarur e kështu për shembull, partia e majtë blidet fort, shtrëngon radhët, bëhet me çelikt. Si Irani që është bashkuar. Fort, tani Irani po binte. Blidhet garda. Po binte vetë. Blidhet garda. Blidhet garda dhe... Jo, si pavarur nuk besoj që zoti Braçe fiton. Si mendoni këtë dhe ti? Jo, ta e dëmton apo jo? Kjo ishte pyetje. Dhe nuk mendoj as që e dëmton. Domethënë, a ka mbështetje Braçe në bazë dhe nëse deli pavarur, s'do Rama, për shembull nuk e. Që konstatoj unë, se ne jetojmë me njëri tjetrin, do se vend i vogël Shqipëria, gjithë njohim demokratë socialistë, nga të gjitha krahët. Unë konstatoj se ka një frym që po përhapet gjithnjë më shumë në Partinë Socialiste që nuk pajtohen tashmë me mënyrën se si e drejton qeverinë dhe partinë Edi Rama, që tani ai është vetë zotë vetë shkop.
ka shumë, edhe kur vim në misionet tuja, edhe në tjerën e na shkrujnë, shumë njerëz, që janë socialistë bile dhe janë dhe deputet. Por, si të gjithë politikanët presin momentin për të reaguar, dhe nuk mund të bjen murit me kokë, sepse flasim ne ose tjerë si ne kështu. Presin momentin e përshtatshëm. Tani, Braçja për mendimin tim, ka shumë shtetje. Natyrisht, nuk ka sa Edi Rama sot, për shumë. Natyrisht. Por mbështetja kështu fillon. Ka shumë njerëz që mendojnë si ai. Duhet dalë dikush gjithmonë të artikuloj një pakënaqësi, një qëndrime të njerëzve në parti që për nga natyra përpiqen të jenë loajal me partinë. Nuk është në zakon partitë politike rebelimi permanent. Se s'ka sens. Por pavarësisht preç nga sulmet e brendshme, nga përplasjet që kanë, se grupe mund të janë shfaqur dhe aty e të gjitha, problemi thelbësor është që dhe kjo parti nuk është më mirë, domethënë, me gjithë qeverisin e gjatë për shkak të problematikave të opozitës. Ylli, them dhe kjo parti vazhdon qeverisë për mendimin tim, dhe them gjithmonë. Se për shembull, edhe rebelimi i Spiropalit në një plan vetëm një sekond lutem, në një plan, edhe i Spiropalit dhe i Braçës, është dhe kjo indirekt është subkonscienca, se aty vinë njerëz fare të panjohur, që marrin gradat më të rëndësishme. Po improvizimi që qujon. Improvizimi dhe kjo është, ndoshta dhe kjo, domethënë, nuk e di. Them këtë gjë që praktikisht sa më shumë rrim pushtet një njeri, apo dhe një parti, paradoksalisht, aq më i mbyllur bëhet, është në natyrën e vetë politike. Por të shohim, sepse kjo është një parti që ka një histori tjetër. Unë nuk e përjashtoj që kjo parti mund të hapet, e kemi parë, ka pas për lëvizja nano për katharsis, ka qenë dikur. Po, a i shpeshe shqyen të hapse kështu që të talej me veten dhe me ata aty dhe me ka zhvillu debatin. Kjo nuk përjashtoj që kjo parti mund të thras menës të ndalet një herë. Të shojmë. S'kemi gjerë me. Pozitive është që po dalin njerëz. Këtu e do e vetë theksin, nuk do e hyjmë ma gjatë. Por kam ideni që unë jam të ide e Bushatit që është një me qast. Edhe fiket. Opinion? Një zë, nuk është lëvizje. Edhe fiket. është një zë pas ngjarjeve të fundit. Pas ngjarjeve të fundit, duket një zë. Sepse ndryshe do ishte më përpara gjithë ato që thamë. Tani, ndërruar të shikues... Kjo lidhet me këto zhvillimit në drejtësi, sepse ata gjithë janë njerëz që kanë kontakte dhe e dinë se çfarë mendojnë partnerët për këto zhvillimit në drejtësi në Shqipëri. Edhe gjithë shqetësohen për këtë gjë. I ka marrë, i ka futur në votim. Të ndërruar të shikues, kjo ishte pjesa e parë. Gjinishi dhe zoti Zogaj do të vijnë që ndërë me mua, zonja Lala, zoti Bushati, ju falenderoj shumë që ndihmuat në këtë pjesë të rëndësishme të emisionit.